të të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Për të gjithëve që nuk më njihni, unë jam Gjeci dhe sot do të kemi një video të re. Këtë herë nuk do të jem as vetëm dhe as të bashkëpunëtorin tim, por do të jem me një të ftuar shumë speciale që jam shumë e lumtur që pranoi ftesën më një herë që unë e ftova. Ajo është djera ime dhe unë e prezantoj tani me ju. Përshëndetje. Dhe jo me shumë herë të thënë, por me një herë. Po si mos ta pranoja unë një ftesë të tillë nga nusjerin e djalit. Faleminderit shumë. Dhe tani video që ne do të bëjmë sot është make-up, siç ju e keni parë, ku djera ime do të më bëjë make-upin mua. Shkojmë tani me produktet edhe le të fillojmë nga make-upi. Do të heq syze. Vendosim edhe këtë koka që mos na pengojnë flokët. Unë do të tregoj djerës time asnjë nga produktet, ajo do të zgjedhë vetë se cila produkte do të më vendosi mua në fytyrë. Le të fillojmë. Si fillim, do marrim primer. Dorën e pasë shumë të lehtë. Inshallah ta kem të lehtë. Se nuk kam bërë make-up. Cilat kanë shumë make-upet që në kohën tuaj keni përdorur? Po nuk kemi pasur shumë make-up, siç keni ju në këtë kohë. Atëre vetëm një kuq, një lap si zi, për sy, për qërpikët. Rimeli? Shumë vonë ka dalë rimeli. Pastaj për krem bukurie quhet, që vjeshin neve. Është si kremi pudër që kemi ne apo? Jo, ishte thjesht për zbardhur. Thjesht krem. Pudra kështu as nuk bëhesh fjalë të kishin. Do mundohem, po nuk e di. I bëj një make-up të lehtë. Ti ke përdorur këto krepra mbas viteve që dolën? Këto që kemi ne tani? Shumë rrallë. Në përfejsa? Po, për gëzime familjare. Po ti e hapë shumë mirë kremin, ke parë tutoriale në video, apo parë kërët që të bëni make-up? Jo, kur kam bërë make-upin, edhe i kam parë dhe i kam mësuar se si e hapshin make-upin, edhe kam parë ato dhe kam mësuar dhe unë një qik. Jo shumë. Tani të marrim kremin pudër, të cilën do ta vendos pak në dorë dhe do ta hap me si fillim kështu pika. Ta vendos pak në fytyrë kështu. Edhe këtë do ta hapim me duar. Si fillim, që të marrë komplet fytyrën. Nuk e di sa do të arrim. Ai sa duhet. Kjo është qëllimi i videos së ditës së sotme, që të shikojmë se si e bën make-upin në moshën tënde dhe pse je shumë e re. Edhe për të gjithë komentuesit që do komentoni poshtë, jeni dhe ju mendimin që është shumë e re. Edhe këto make-upet, domethënë nuk është se ja kam thënuar përpara se çfarë duhet, po i di vetë normal, sepse kam përdorur dhe kam parë. Kemi parë tani kur vemi në parukeri, që rregulloheshim kur vemi për festa familjare, për gëzime. Kemi parë. Cila është e këshill që do t'i jepje gjithave vajzave në këtë moshë, siç jam unë tani, për sa i përket make-upit, edhe produkteve që përdorin? Produktet i zgjedhin sa më cilësore, para,
Pastaj make-upin, pastaj vendosin aq shpesh, po duhet vendosur, po jo aq shpesh. Më i rrallë. Dhe në përditshmëri të lyen sa më thjesht. Sa më thjesht, sa më natyrale. Ajo është me mira që të lyen sa më natyrale. Po për shembull, kur ato do shkojnë te vjera për herë të parë, si duhet lyen, se unë nuk jam lyer. Si duhet lyen? Ti kishe një vërejtje për mua kur unë nuk u lyeva? Jo. Nuk pata vërejtje. Sa më natyrale, më pëlqen sa më natyrale. Mos bëjnë shumë make-up. Sa më natyrale do ishe më perfekte për femrat. Për vajzat e reja si punë jote. Ta vendosin make-upin, nuk jam kundra make-upit. Po kundra veshjeve, minifundje. Jo, nuk jam. Si duhet i veshin fustanat, gocat e reja Si tani? t'i shkojnë. Si mbas mënyrës. Po që se u veshi fustan shumë të shkurtër, ti çfarë do mendosh? Edhe pse unë i vesh të shkurtër? S'kam asnjë lloj mendimi. Të pëlqej? Po. Okej. Unë nuk vesh dot, kështu që Ti kur ke qenë moshën tonë, ti vishe fustanet të shkurtra? jo. Nuk lejohen në atë kohë? Jo. Fare, kam jetuar në kohën e komunizmit. Jam rrit në atë kohë. Kështu që derisi për gjurit pranohet. Tani që përdorim? Tani, ja, fshim pak me këtë. Për çfarë do ta fshim me sinqerin që të hapet Që më të shumë? hapet i qik më mirë. Ta do me hapa me dorë, po. Ty t'ka pëlqyer profesioni parukere? Po, e si, po. Tani me këtë vazhdoj? Tani të luajm pak mocat. Tregoj nga kamera cilën ngjyrë do vendosesh? Kë ngjyrë të pëlqen? Vendose ti, unë sot jam në dorën tënde, si duar ti të bësh Do ta make-upin. vendos. Edhe në fund komentuesit poshtë do shkruajnë se si nuk e lyer. Pse jo? Bësh profesionin e parukerës tani do ishte mirë. Të gjitha gocat që i pëlqen. Si më ka lyer vjera ime, hajdeni në shtëpia ime dhe gjithë make-upin. Vjera ime thoj. Nuk jam aq. Se di në fund e shikoj. Edhe komentuesit do japin mendimin. Po mendoj që je shumë mirë. Tani? Shumë të mund sa të bë. Tani të bëjmë një shkëlqim. Të luajm pak syt mirë. Si çfarë ngjyre do më bësh? Tregoja nga kamera cila ngjyrë. Zgjidhe ti cila ngjyrë mendon që do më shkoj? Mbas veshjes jo. Jo për veshje, Jo, thjesht jo. për make-upin. Edhe një beige. Një pak syt. Si mendon ti nëse unë një ditë kur të bëj dasmë, si mendon që parukirja të më lyej shumë thjesht apo tamam si nuse tradicionale? Jo, po mendimin tim sa më natyrale. Një lyerje sa më natyrale do jetë më e bukur. Mendimi Ti je tek lyerjet natyrale, jo të ngarkuara. Jo, nuk më pëlqejnë shumë të ngarkuarat. Kem të drejtën. Sa më natyrale do jetë i perfekte. Tani? Çfarë mendim ke për lyerjen e flokëve? Që ne gocat e reja i lyejmë shumë shpesh flokët. Edhe pse nuk kemi thinja.
Në mendimin tim, mos e lyni aq shpesh se edhe floku prishet, bie. Të marrim pak më të herët e kjo pjesa e kapakut syve. Po më thash, po i bëj një lyrje sa më natyrale. Nuk duhet gjatë nga kohët shumë. Jo se nuk më pëlqen, po natyrale është gjë më e bukur. Të tregosh në pamjen tënde sa më Po, natyrale. sa më natyrale. Tani me çfarë do vazhdoj? Tani do të bëjmë pak si xixa në fytyrë. Të më shkëlqej fytyra. Po me një të lehtë. Një ngjyrë të lehtë. Që të marrë një shkëlqim të lehtë fytyra. Po nëse do të thoshin gjitha komentueset e mia, do thoshin që do vi të më lyesh ti për një takim me Vjera, si do i lyeje? Sa më natyrale. E them. Do i pranoj e të vinë të lyesh? Po. Me gjithë që. Bëjmë një çik biznes? Po. Me lek? Si tjetë mësi? Si tjetë mësia e personave? Po do vinte një e pasur. Jo, nuk. Tani do marrim korektorin e syve. Çfarë do mbulojmë korektorin? Do rrit për pjesën e poshtë. Pjesën e zezë të syve? Po. Se unë kam shtrënguar aq fort. Vetëm pjesën e syve tani. Vetëm pak fare pjesën e poshtë. Tani mbase ju do thoni ta që të lyej më përpara. Vetëm pak pjesën e poshtme do lyej në korektor, si gjë më shumë. Tani do lyejmë vetullat. Më kthej që të mos ikte në kamerë. Po. Që da shikojnë edhe njerëzit si po më lyej. Qërë pikët edhe venili nuk do të përdorin, për arsye se unë kam probleme me syt, më bëjnë alergji edhe nuk mund të përdor. I përdor në raste shumë veçanta kur kam një dasëm ose një event shumë të rëndësishëm, por në përditshmëri. Lyejmë buzët. Unë preferoj, nga që je nëse e re, do të lyejmë pak të kuq të ndezur. Dule pak buzët, dule pak gojë. Merdi për qeshur. Dule pak të lutem. Ja që pjesën e buzëve kam shumë siklet sepse më bllokohet të folura në që gjithë kohë ose jam duke folur edhe. Tani po i lyejmë pak shkëlqim që t'i më shumë. Ti shkëlqejmë pak.
Jo, bëlli pak buzën? Po, shumë. Kemi gjëra tjera? Tani në fund fare, do japim një si tip sprite Për të theksuar për të theksuar më shumë make-upin. T'ja bëj pak sy, kështu. Bële pak gojën. Që mos t'i jashu syt. Tani, besoj se mbaruam. Po, me kaq mbaruam, nuk e di, a do jesh e kënaqur? Unë jam shumë e kënaqur edhe do ta tregoj make-upin pak më afër. Ky është edhe make-upi. Shpresoj që ta dalloni. Mua më pëlqen shumë dhe jam shumë e kënaqur. Tani e gjeta parukere, nuk do lyhem me vetë. Ja pra miq, kemi ardhur dhe në fund të videos. Unë falenderoj shumë vjerën time që pranove ftesën edhe për këtë make-upin super të thjeshtë dhe super të bukur që më ke bërë. Faleminderit shumë. Kjo ishte një kënaqësi e imje. Lini komentet poshtë për të dhënë pikët nga 1 deri te 10 për të vlerësuar make-upin që më bëri vjera ime. Nëse doni video të tjera me vjerën, mund të shkruani komentin poshtë, besoj se do bëjmë dhe video të tjera. Pra, ju falenderoj shumë që më ndoqët. Bashkë do të shihemi në videon e ardhshme. Deri te kaloni bukur, mirëbashje.